Të dashur teleshikues, ju përshëndes. Po fillojmë lajmet në televizionin 4+. Mëngjesin e së dielës, në kuadër të masave për rritjen e sigurisë dhe forcimin e kontrollit në institucionet e vuajtjes së dënimit, janë zhvilluar kontrolle të befasishme në IEVP Lushnjë. Operacioni është realizuar me urdhër dhe në drejtimin e drejtorit të përgjithshëm të burgjeve, Adriati Kuçi, si dhe drejtorit të policisë së burgjeve, drejtuesi lart Paulin Rajta. Kontrollet janë përqendruar në regjimet e brendshme të institucionit, në qeli, ambiente të përbashkëta dhe sektor të sigurisë, me qëllim evidentimin dhe parandalimin e sendeve të ndaluara, si dhe forcimin e kontrollit operacional brenda burgut. Në aksion janë angazhuar forca të shumta të sigurisë dhe personeli i administratës së burgjeve, të cilët kanë ushtruar kontrolle të detajuara në çdo sektor të institucionit. Sipas informacionit paraprak, gjatë kontrolleve janë konstatuar dhe sekuestruar sende të tepërta, si dhe aksesor të mjeteve të komunikimit, të cilat ndalohen nga rregulloria e brendshme e institucioneve penitenciare. Autoritetet bëjnë me dije se çdo material apo provë që përbën element të veprës penale do t'i referohet SHKBB-s dhe organeve kompetente për vijimin e procedurave ligjore. Kontrollet të tilla pritet të vijojnë edhe në institucione të tjera penitenciare në vend. Muzeu Historik Fier, në kuadër të ditës ndërkombëtare të muzeve, ka organizuar një sër aktivitetesh të larmishme me fokus muzeologjin, historinë dhe trashëgiminë kulturore. Sipas drejtuesit të këtij institucioni, Ilirian Gjika, kjo ditë u parapri nga një aktivitet i përbashkët me qendrën muzeore Berat. E tillë ishte ekspozita thesare të Muzeut Kombëtar Ikonografik Onufri, e cila solli për publikun e gjerë një përzgjedhje të veçantë ikonash dhe vepra të artit ikonografik shqiptar të realizuar nga mjeshtrat e mëdhenj Onufri, Nikola Onufër Ciprioti, David Selenica e tjerë. Ditën e sotme kishim një temë të veçantë brenda kuadrit të ditës ndërkombëtare të muzeve, siç është roli i muzeut në mësimdhënien e historisë në shkollë, ku mësues me përvojë të lëndës së historisë, arkeolog, specialist të fushës, studiues, folën për rëndësinë e pavioneve të Muzeut Historik Fier në zhvillimin e lëndës së historisë në shkollë, në projektet kurikulare që nxënësit zhvillojnë, në tematika, në çështje, në tema të veçanta të historisë së Shqipërisë dhe të etnografisë dhe trashëgimisë kulturore. Ndër 3 pavionet e Muzeut Historik Fier, më i vizituari është pavioni i arkeologjisë. Sipas arkeologut Bashkim Vrekaj, pasuria e tij dëshmon lashtësinë dhe vazhdimësinë e jetës në qarkun e Fierit si më i pasuri në Shqipëri. Vrekaj ka pohuar se pavioni i arkeologjisë me objektet e tij të ekspozuara në të i jep mundësi vizitorit të marrë informacione të mjaftueshme për qytetet antike të Bylisit dhe Apollonisë, edhe pa i vizituar ato. Veçanësia qëndron në faktin se ky është një nga pavionet më të pasura me objekte arkeologjike, të cilat mbulojnë një periudhë kohore nga Mezoliti, pra i bjerë 40.000 vjet para, pastaj kemi periudhën e Neolitit dhe kalojmë me radhë në periudhat e tjera, domthonë në periudha arkaike, quajmë ne, klasike, qytetare deri tek periudha romake. Kjo pasuri lidhet me faktin sepse zona e Fierit, pra duke përfshirë edhe Mallakastrën, në antikitet ka qenë një nga zonat më të banuara. Gjithashtu në muzen e shikojmë objekte të rëndësishme nga qytetet ilire, nga Bylisi, po edhe nga Apollonia, thamë si model. Kjo i jep mundësinë dhe një vizitori që nuk ka kohë të shkojë në Apollonia apo në Bylis, të marrë një informacion të bollshëm për këto qendra të rëndësishme të antikitetit dhe për mënyrën se si ka evoluar jeta në këtë zonë. Si çdo pavion, her pas here arkeologjia sjell prurje të reja duke e bërë më të larmishme për vizitorët. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ka hedhur akuza të forta ndaj ish-kreut të SPAK Altin Dumani. Në një deklaratë për mediat nga prokuroria e posaçme, Berisha tha se Dumani del zbuluar nga dokumentet mbi pretendimet e bëra gjatë procesit të vettingut për origjinën dhe ndërtimin e një vile. Ai pretendoi se në deklaratat e paraqitura, gjatë procesit të rivlerësimit është deklaruar se banesa ishte ndërtuar dhe banuar që prej vitit 2000.
Sipas Berishës, deklarata notariale e familjes së bashkëshortes së Dumanit është dorëzuar fillimisht në procesin e vettingut, por më pas është tërhequr nga dosja. Berisha e cilësoi këtë rast si provë të manipulimit të procesit të vettingut. Vettingu i tij është një fake proces, është një proces i rrem, i turpshëm, i dokumentuar. Unë jam këtu por një denoncim tjetër. Një denoncim të ri, i cili fakton se Altin Mashtruesi, Altin Troplini ka mashtruar gjithçka lidhur me vilen Kubanon. Ky njeri që kryeson vettingun tani është i padej për asnjë funksion përveç se bangon e akuzës. Sot do t'ju tregoj për vilen ku banon Altin Troplini, të cilën në qoftë se ju bëni një check-up, një kontroll të intervistave të tij, ai thot se në atë vilë unë banoj me qera. Dhe se me dokumenta shtetërore kanë deklaruar se vila është ndërtuar pothuajse e tëra para martesës së Troplinit me Ariklën, zonjën e tij aktuale bashkëshorte. Në mënyrë që askush mos mund të lidh ndërtimin e vilës me dhëndurin. Pra, Altini është bërë dhëndër aty në atë familje pasi kishte përfunduar vila. Procesi i regjistrimit të votuesve jashtë Kosovës për zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Kosovës është mbyllur pas një periudhe aplikimi që nisi më 6 maj. Sipas të dhënave nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, gjatë kësaj periudhe janë pranuar mbi 142.000 kërkesa për regjistrim përmes platformës elektronike. Mbi 109.000 janë aprovuar, ndërsa mbi 25.000 janë në shqyrtim. Nga shifrat tregohet se forma më e preferuar e diasporës për të votuar vazhdon të jetë votimi përmes postës. KQZ bën me dije se mbi 24.000 qytetar janë regjistruar për të votuar fizikisht në përfaqësi diplomatike. Në përputhje me ligjin për zgjedhjet e përgjithshme, procesi i votimit i jashtë vendit do të zhvillohet para ditës së zgjedhjeve në Kosovë. Votimi përmes postës pritet të nisë më 25 maj dhe të zgjasë deri më 6 qershor, ndërsa votimi fizik në ambasada dhe konsullata do të mbahet më 6 qershor. Sa i përket votimit fizik në përfaqësi diplomatike, KQZ-ja do të rishikojë listën përfundimtare të ambasadave dhe konsullatave ku do të organizohet procesi zgjedhor, pasi në rastet kur numri i votuesve të regjistruar është më i vogël se 50, votimi fizik nuk organizohet, por kalohet automatikisht në kategorinë e votimit përmes postës. Pasojat e luftës së Iranit është tema kryesore e diskutimeve në samitin dyditor në Paris të ministrave të financave të G7-s. Ministri gjerman Klingbeil i ra këmbanave të alarmit duke bërë të qartë se kjo luftë tashmë po e dëmton masivisht zhvillimin ekonomik. Grupi 7 vendeve më të industrializuara të botës, ku bëjnë pjesë Gjermania, Franca, Britania e Madhe, Italia, Japonia, Kanadaja dhe Amerika, konsiderohet si kuadri i duhur për të diskutuar me Amerikën dhe shtetet e tjera mbi çështjet urgjente botërore. Evropa në këtë drejtim mbështetet te bashkëpunimi në vend të konfrontimit si dhe te tregtia e hapur. Edhe pse për momentin në Iran është në fuqi një armpushim, ende nuk ka një zgjidhje të qëndrueshme për konfliktin dhe pasojat e rënda ekonomike që lidhen me të. Presidenti amerikan Trump e kërcënoi sërish regjimin me fjalë të ashpra. Nëse Irani nuk lëviz drejt marrëveshjes, nga ata nuk do të mbetet më asgjë, shkroi ai në platformën e tij Truth Social.
Sipas Klingbeil, krizat aktuale tregojnë se Gjermania dhe Evropa duhet të bëhen më të pavarura dhe më rezistente ndaj krizave, sidomos në fushën e lëndëve të para, energjisë dhe zinxhirëve të furnizimit. Për këtë arsye në Paris do të zhvillohen bisedime edhe me ministrat e financave nga Brazili, India, Korea e Jugut dhe Kenya. Këto ishin lajmet tona për sot. Lajmet i gjeni edhe në internet në website-in 4plusmedia.tv. Bashkë mirupafshim.